7 nga 20 studiot më të mira arkitekturore në botë do të paraqesin projektet e tyre për zgjatimin e bulevardit dhe rehabilitimin e lumit të Tiranës. I premtuar nga kryetari i bashkisë Lulzim Basha gjatë fushatës elektorale, ky projekt strategjik po kthehet në realitet. Në një deklaratë për mediat, nënkryetaria e bashkisë Jorida Tabaku ka prezantuar 7 studiot arkitekturore në garë. Sipas Tabakut, projekti për zhvillimin e Tiranës pritet të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të qytetit, punësimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të kryeqytetit. Bashkia e Tiranës po jetëson çdo ditë projektet për zhvillimin e qytetit Tiranës. I lançuar nga zoti Basha gjatë fushatës elektorale si një nga projektet strategjike kryesore të Bashkisë së Tiranës, zgjatimi i bulevardit nis dhe kthehet në realitet. 7 prej studiove më të mira arkitekturore të botës do të prezantojnë masterplanet e tyre për zgjatimin e bulevardit dhe rehabilitimin e lumit të Tiranës për një zonë prej 1.7 kilometrash që përfshin një hapësirë prej 132.8 hektarësh. Po kështu, këto studio do të sjellin njëkohësisht dhe masterplanin për zhvillimin e zonës së lumit të Tiranës, një zonë zhvillimore prej 6.7 kilometrash, njëkohësisht dhe zhvillimin e zonës përreth. 7 studiot arkitekturore do të paraqesin propozime për zhvillimin e kësaj zone, duke përfshirë njëkohësisht dhe Paskuqanin. Projektet do të paraqiten ditën e njëjtë dhe fituesi do të përzgjidhet më datën 9 mars nga një juri me personalitete të njohura të fushës, ku kryetari i saj do të jetë kryebashkiaku Basha. Pas prezantimit, maketet do të prezantohen në hollin e pallatit të koncerteve për të gjithë qytetarët.